Në ezoterizëm, rrugën e dijes apo pjesën e thellë të njerëzve të mençur që mbajnë brenda vetes së tyre, apo ajo rrugë që në të cilën rrallë herë shkohet, është gjithmonë e lidhur me natyrën. Navajo, një fis indigjent në Amerikën e Veriut, mos gaboj, në Arizona, ku këta e quanin veten dine, që do të thot populli. Ky fis më ka bërë shumë përshtypje për mënyrën se si jetonin. Këta e njihnin natyrën si shenjtërim, ose natyra është e shenjtë. Ata jetonin në shtëpi të vogla, të mbuluara me dru, të cilat i quanin Hogan. Por gjithmonë kishin një mënyrë jetese të cilën unë e kam kërkuar se si ata e bënin dhe kam kuptuar pse ata e bënin. Ata shtëpitë e tyre i ndërtonin të vogla, të vendosura gjithmonë me një derë nga lindja, sepse çdo mëngjes ata kërkonin ozhon. Ozho ishte ajo që në frymën ezoterike apo në frymën e ezoterizmit perëndimor njihet si kaduceusi, që do të thot balancë dhe armoni. Ata nuk e luftonin kur të kundërtën, edhe pse bota është me të kundërta. Bashkimi të kundërtave është ajo që neve na jep balancën që neve na duhet.